Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pastroni zorën e trashë dhe shpëtoni nga kapslëku. Kjo recetë do ju lerë pa fjalë. Konstipacioni është një nga problemet më të zakonshme gastrointestinale. Shumë njerëz që vuajnë nga kapslëku kanë dhimbje gjatë jashtëqitjes dhe shpesh kanë tendencë të tendosjes, fryrjes dhe ndjesisë së zorrës së mbushur. Pothuajse çdo njeri mund të vuajë nga kapslëku në një moment të caktuar dhe shkaku më tipik është dieta e varfër ushqimore. Uji dhe ushqimet e pasur me fibër janë të rëndësishme në parandalimin e kapslëkut. Uji duhet të konsumohet gjatë gjithë ditës për të zbutur jashtëqitjen, kështu që mund ta keni më të lehtë të dilni jashtë. Fibrat gjithashtu janë të rëndësishme për të shtyr ushqimet nëpërmjet traktit intestinal. Ja cilat janë ushqimet për të pasuruar dietën tuaj me fibra dhe ndihmojnë në lehtësimin e menjëhershëm të jashtëqitjes së fortë siç është kapslëku. Në dietën tuaj për të mposhtur këtë problem mund të përfshini bollgurin. Bollguri është i pasur me fibra të tretshme, që ndihmojnë në kalimin e ushqimeve nëpërmjet zorrës dhe jashtëqitjes së menjëhershme. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe brokolin. Brokoli futet në listën e super ushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm, por edhe i shëndetshëm. Ai është një burim shumë i mirë i vitaminave, proteinave dhe fibrave. Brokoli parandalon dhe ul rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme si sëmundjet e zemrës, diabeti tipi 2 dhe lloje të ndryshme të komplikacioneve. Konsumi i tij është i rëndësishëm për tretjen. Shtoni një gotë me brokoli të gatuar në drekë ose në darkë për të marrë 5 gram fibër shtesë. Spinaçi. Një gotë me spinaq siguron 4 gram fibër dhe përmban magnez, një mineral që mund të ndihmojë në jashtëqitje. Magnezi gjendet shpesh në laksativ, megjithatë është i pranishëm edhe në ushqime të ndryshme, dhe këto të dyja janë të sigurta për njerëzit. Frutat e thata. Përfshini çdo ditë në dietën tuaj një grusht me fistik, ara, bajame dhe kikerik. Ato janë një burim i mirë i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme, megjithatë nuk mungojnë as fibrat. Një gotë e vetme me bajame do të sigurojë 90 gram me fibër. Farat e lirit. Farat e lirit janë një mënyrë për të shtuar më shumë fibra në dietë. 2 lugje dhe fara liri shtojnë 4 gram me fibra. Manaferat, boronica, lule shtrydhet, këto janë gjithmonë në listën e super ushqimeve për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve dhe lëndëve të tjera ushqyese. Gjysmë gote me boronica ose lule shtrydhe përmban 4 gram me fibër. Dardha. Dardhat janë gjithashtu të pasur me antioksidantë dhe me vitamina. Ato janë një nga frutat më fibroze, prandaj shtimi i tyre në dietën tuaj është një mënyrë e lehtë për të lehtësuar tretjen dhe jashtëqitjen. Një dardhë në mallësi mesatare siguron 5 gram fibër. Molla. Në këtë rast një mollë në ditë është akoma më shumë se një këshill e artë. Një mollë e vogël së bashku me lëkurë përmban 3.6 gram fibër. Lëkura e shumë frutave përmban fibër të tretshme, që vepron si një laksativ natyral që ndihmon edhe në lehtësimin e problemeve tuaja të kapslëkut. Nuk ka asgjë më acaruese se sa ndjenja sikur duhet të shkoni urgjent në tualet edhe pasi keni konsumuar një ushqim fare të vogël. Kapslëku është një nga problemet më të zakonshme, të cilat mund të lidhen me sistemin gastrointestinal. Shumë njerëz vuajnë nga kapslëku, kanë dhimbje gjatë jashtëqitjes dhe shpesh kanë tendosje, fryrje dhe ndjesinë e një zorre të mbushur. Pothuajse çdo njeri mund të vuajë nga kapslëku në një moment të caktuar dhe shkaku më tipik është një dietë e varfër ushqimore. Uji dhe ushqimet e pasur me fibër 2 janë të rëndësishme në parandalimin e kapslëkut. Uji duhet të konsumohet gjatë gjithë ditës për të zbutur jashtëqitjen, kështu mund të dalë më lehtë jashtë. Fibrat gjithashtu janë të rëndësishme për të shtyrë ushqimet nëpërmjet traktit intestinal. Ja cilat janë 10 ushqimet për të përmirësuar dietën tuaj pasi janë të pasur me fibra dhe ndihmojnë në jashtëqitje të menjëhershme sipas health.com. Bishtajore. Bishtajoret si fasule, thjerza dhe qiqrat kanë një sër përfitime shëndetësore. Janë të mira që të përfshihen në çdo dietë tuaj pasi janë të pasur me fibra, proteina, vitamina dhe minerale. Vetëm një kup me fasule mund të sigurojë 6 deri në 15 gram fibër tek sallata, supa ose tava. Dhe në varësi të fasuleve që përdorni do të keni element shtesë për mbrojtjen tuaj. Brokoli. Brokoli futet në listën e super ushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm por edhe i shëndetshëm. Ai është një burim i mirë i vitaminave, proteinave dhe fibrave.
Brokoli parandalon dhe ul rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme si sëmundje të zemrës, diabeti tipi 2 dhe lloje të ndryshme të komplikacioneve tuaja tretëse. Konsumi i tij është gjithashtu i rëndësishëm për tretjen. Shtoni një kup me brokoli të gatuar në drekë ose edhe për darkë për të marrë 5 grame gjysmë me fibër në ditë. Këto ushqime janë një zgjidhje shumë efikase për shëndetin tuaj, pasi do të ndikojnë pozitivisht edhe në lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Konstipacioni ose kapslëku është një simptom dhe jo një sëmundje. Kapslëku duhet të dyshohet nëse kalon më shumë se 3 ditë nga jashtëqitja e fundit dhe ka dhimbje dhe vështirësi gjatë jashtëqitjes së fundit, ju duhet të bëni kujdes me ushqimin dhe të konsultoheni me mjekun pasi po vuani nga një shqetësim i theksuar. Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e kapslëkut janë sëmundje të zorëve ose jashtë të saj, zakonet e jetës së përditshme dhe mosha. Për të parandaluar konstipacionin duhet të ndryheni në stilin e jetesës duke ndryshuar disa zakone të këqija. Ja disa të vlefshme. Hani sa më shumë ushqime me fibër, perime, drithra, fruta, kivi, sidomos është më i rëndësishmi. Hiqni dorë nga konsumi i ushqimeve të konservuara, të cilat bëhen në mënyrë të konservuar dhe të skuqura. Personat që tashmë kanë probleme me konstipacionin duhet të konsumojnë sa më pak ushqim si banane, kajsi, qumësht, vezë, mish, ushqime të tjera me yndyrë dhe pak fibër. Qëndroni të hidratuar, pini sa më shumë ujë gjatë ditës. Kryeni aktivitet fizik çdo ditë, ecjet mund t'ju ndihmojnë shumë. Menaxhoni stresin tuaj duke bërë yoga, meditim ose çdo lloj veprimtarie që ju relakson. Mos i injoroni asnjëherë nevojat urgjente për të defektuar. Kontrolloni gjithashtu edhe medikamentet që konsumoni sepse disa prej tyre shkaktojnë kapslëk. Mos harroni t'u indikoni stilin e jetesës edhe fëmijëve tuaj. Sigurisht konstipacioni mund të ketë edhe bazë. Në raste më të rralla këto edhe sëmundje quhen edhe probleme të traktit tretës, si për shembull bllokimi i zorëve, fibrat dhe problemet të pankreasit mund të jenë ndikues të drejtpërdrejtë të këtij shqetësimi. Kapslëku është një problem i cili mund të mbahet nën kontroll përmes dietës së rregullt ushqimore dhe produkteve më të pasur me elementë ushqyes siç janë edhe farat e lirit. Liri është një burim i zhdërvjellët i fibrave. Farat e lirit mund të shtohen pothuajse në çdo lloj ushqimi ose t'i pini ato. Një lugje dhe fara përmban 3 gram fibër të tretshme. Aloe vera. Aloe vera bën mirë edhe në funksionet fiziologjike ndër të cilat edhe sistemi i tretës dhe veçanërisht e zorra. Bajamet. Siç e dini, bajamet janë plot e përplot me yndyrra të shëndetshme dhe ushqyes të ndryshëm. Ato janë një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme, 2 grushta me bajame përmbajnë 3.5 gram fibër. Lule shtrydhe. Farat e vogla të lule shtrydheve janë ato që japin atyre përmbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk jeni adhurues të tyre, një banane e pjekur do t'jap përafërsisht të njëjtën sasi të fibrave. Kivi. Kivi është një frut i shëndetshëm që nëse hahet në mëngjes vjen në lëvizje zorën dembele dhe ndihmon gjithashtu si një mënyrë laksative për të evituar problemet e konstipacionit. Kumbullat. Ato përmbajnë një substancë të njohur, një laksativ natyror që ndihmon në kontraktimin e muskujve. Kumbullat gjithashtu përmbajnë sorbitol, një alkaloid me sheqer që mund të shërbejë gjithashtu si një laksativ i çmuar. Fasulet e zeza. Fasulet e zeza janë një burim i bollshëm i fibrave të tretshme që përmbajnë mbi 15 gram në vetëm një filxhan. Këto bishtaja janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i proteinave. Nëse jeni kaps, këto fasule të shijshme duhet të jenë në pjatën tuaj të përgjithshme. Brokoli. Ulëntimet tregojnë se ngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve ju vjen në ndihmë ndaj kapslëkut. Kur kapslëku duhet luftuar, brokoli është një nga zgjidhjet më të shëndetshme dhe mbi 5 gram fibër për filxhan. Kosi. Si rregull i përgjithshëm është mirë të qëndroni larg nga produktet e qumshtit kur jeni me probleme të kapslëkut. Megjithatë, kosi është një përjashtim nga ky rregull për shkak të përqendrimit të lartë të bakterieve të shëndetshme, domethënë probiotikëve, dhe konsumoni sa më shumë ujë në dietën tuaj për të mbajtur larg këto shqetësime, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.